kryesisht një pjesë e madhe janë liru, mas trajtimit nga kirurgët plastik dhe ortopedët, disa janë pranone për reporte, kryesisht në ortopedi, dhe dy prej tyne janë hinë në salë të operacionit për shkak lëndimeve në pjesën në regionin e abdomenit. Jo në moshë shtyre, ka qenë faktikisht moshë mesatarëse të 40-50 vjeç. Plus këta dy raste për shembull që kanë hi veç në operacion, është duft se kam pas lëndime serioze në barga atje që ka prek zorët. Moshat kanë qenë të ndryshme. Prej fëmijëve, thëmë prej 10, 12, 14 vjeçar, mosh, do me thënë, ma të rritën 20-25, deri edhe në mosh, me thënë, mesatare 40, se gjatë kësaj nate ka qenë numër jashtëzakonisht i madh. Për ndryshim nga, do me thënë, vitet e kaluara që qenë jashtëzakonisht i madh. Më kujtohet dikun ka 2005-ta, 2004-ta, do me thënë që atëherë ka pas shumë raste, andaj që kjo ka qenë rast, do me thënë, herën e kalume dikun ka qenë ka 10-8 raste qështu, mas shumë të 15 raste. Ama këtë vetë ka qenë diçka, do me thënë, gjendje alarmante që ka ndodhur, gjithsesi pjesa dërmuese, jo e konsiderueshme, pjesa dërmuese ka qenë me fatalitet, do me thënë me lëndime serioze të gjymtyrëve, kryesisht të shuplakave, do me thënë të durve, që kanë po menoj me amputim të gishtrive, me lëndime serioze, do me thënë të këtyne regione. Jashtëzakonisht, do me thënë, një gjendje për keqarje, se si është e mundën ky popull, për shembull, festën me këthin tragjedi do herë, po përsëritet e njëjta gjë, herë me raste më pak, herë me raste më shumë, që të apeloni që këto mjete pyroteknike të ndalohet,